Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta ka prezantuar 25 projekte kapitale që sipas tij do të realizohen në bashkëpunim me qeverisjen qendrore. Bashkë me qeverisjen qendrore do të realizojmë për të mirën e qytetit të Gostivarit mbi 25 projekte. Këto projekte do të realizohen në vitin e parë dhe qytetarët do t'i shijojnë, do t'i shohin dhe do të krenohen me punët e mira që do t'i bëjmë në të mirën e tyre. Ne këtë e bëjmë, se qytetarët e duan Gostivarin, edhe unë e dua Gostivarin, dhe ja vlen për të sakrifikuar për të mirën e qytetit të Gostivarit. Në konferencë për shtyp, Bejta theksoi se me ardhjen e tij në krye të komunës nuk do të ketë akmarrje ndaj administratës komunale. Ai vlerësoi se punonësit kanë kryer detyrat e tyre dhe me nder, sipas urdhrave të heprorëve, duke shtuar se çdo dokument që ai ka prezantuar si dëshmi për keqpërdorime do të dorëzohet institucioneve kompetente për hetim. Këto prova i kam paraqitur përpara jush qytetarë. Dhe këto prova do t'i marrin organet e drejtësisë dhe do t'a vërtetojnë se çfarë keqpërdorime kanë bërë. Dhe ato patjetër një ditë të japin llogari përpara organeve të drejtësisë se si i kanë mbledhur parat e qytetarëve të Gostivarit. Na do të vazhdojmë ashtu siç e thash, ta ndërtojmë Gostivarin se Gostivarin e duan qytetarët. Bejta deklaroi se një nga prioritetet kryesore të qeverisë së tij do të jetë ndalja e çdo forme të keqpërdorimit dhe rritja e transparencës në komunën e Gostivarit.